Edlira Çepani është një nga femrat model të shoqërisë shqiptare. Fati i saj i madh ishte se ajo kishte në krah një njeri të mirë, siç ishte Gert Bogdani, ndërsa fati i keq, nëse mund ta themi kështu, ishte se Gerti u largua nga kjo jetë në mënyrë krejt të papritur, duke lënë të tronditur jo vetëm familjen, por edhe klasën politike në vend. Por sot, Edlira ka një trashëgimi të jashtëzakonshme nga Gerti dhe ato janë 2 fëmijët e saj të mrekullueshëm. Dihet, siç është zakon në vendin tonë, që kur një njeri i dashur humbet jetën, zakonisht gratë si shenjësie vendosin që të veshin rroba të zeza për muaj, vite ose për gjithmonë, kjo në varësi të individit. Edlira si rrallëherë ka folur për përjetimet e fëmijëve të saj pas largimit nga jeta të Gertit. Ajo tha se fëmijët shpesh e pyesin kur do t'i heqë rrobat e zeza. Edlira u shpreh se për mendimin tim, ngjyra e zezë është një farë ndjesie dhe për këtë shkak ajo pak nga pak do të marrë vendimin për t'i hequr dhe kjo për t'i dhënë fëmijëve të saj një mesazh se jo gjithçka është e zezë, por jeta vazhdon dhe do t'i sjellë atyre edhe shumë momente të bukura. Gerti do të donte për ne vetëm gjëra të mira në jetë, gjëra të bukura dhe gjëra që na japin më shumë jetë. Kjo është arsyeja që unë kam vendosur për t'i hequr rrobat e zeza.